Data 01/04/2025 ishte një ditë e zakonshme pune për Rashter Muhamet Lika. Mirë po, kjo ditë me një rutinë zakonshme të merrte një kohë të ndryshme me ofrimin e përfundimit të asaj dite. Përkatësisht me përfundimin e orarit të tij të punës. Rashteri Muhamet kishte përfunduar orarin e tij të punës dhe ishte nisur në drejtim të banesës së tij rreth orës 22:53 banesës së tij rreth orës 22:53:50 Mirë po fatkeqësisht i njëjti nuk është arritur edhe në destinacionin përkatësisht me banimin e tij të përhershëm. Arsyeja se kishte ndodhur kjo ishte se i njëjti në hyrje të objektit ishte privuar me orë zjarri nga ona e të miturit Rejhan Bela, gjatë seancave gjyqësore do të vërtetojnë përmes provave konkrete përkatësisht nga video incizimet e kamerave të sigurisë se aty janë identifikuar të dyshuarit të cilët në bashkëkryer kanë kryer veprën penale vrasje rënd. Kosi Krys është i niturit Rejhan Bela, ndërsa të pandehurit Aki Bela, Rilin Murati, Shkelqim Kuka, Edmond Lika dhe Vatan Shoka i kanë dhënë ndihmë si para, gjatë dhe pas kryerjes së kësaj vepre penale. Duke u bazuar nga analizimi të gjitha videoincizimeve të marra nga lokacionet të ndryshme për kohën sikurse para, gjatë dhe pas kryerjes së veprës penale,
do të vërtetohet se të pandehurit në pashkryrje duke ndërmarrë veprime të caktuara kanë qenë bashkëpjesëmarrës duke e ndihmuar të miturin përkatësisht Rehan Beri. Një pyetje për të cilën prokuroria që nga fillimi dhe po ashtu edhe familjarët e viktimës Muhamet dëshirojnë që e njëjta pyetje të merr epilog si në seancën e sotme gjyqësore dhe gjatë seancave në vazhdim, është fakti se koordinimi, lëvizja dhe veprimet e caktuara të secilit të pandehur vërtet a mund të përbëjnë të një rastësi apo kjo kishte një qëllim krejt tjetër të caktuar. Konsiderojmë se provat materiale të dëshmitarëve do të japin përgjigjen e duhur kësaj pyetje se vërtet këtu nuk ishte asgjë të rastësishme, nuk ishte asgjë spontane, por kishte një parapërgatitje të qëllimshme që pikërisht në fund të kryej edhe akti i vrasjes së tani të viktimës Muhamet Lika. Gjithashtu, duke u bazuar në deklaratat e dëshmitarëve, dy të cilët janë banor të objektit banësor, një dëshmitar tjetër okular objektit banësor, një dëshmitar tjetër që ka qëlluar në afërsi të rrugës me Teta Loshi, dëshmit e këtyre dëshmitarëve dhe dëshmitarëve të tjerë do të vërtetohet se përputhen edhe me videoincizimet e kamerave të sigurisë dhe do të vërtetojnë veprimet konkrete të secilit të pandehur në rastin e vrasjes së rështerit Muhamet Lika. I pandehurit Haki Dela me datë 01/04/2025 në bazë të videoincizime vërehet duke përcjellë zyrtarin policor rështer Muhamet Lika prej momentit të daljes nga stacioni policor duke shkuar në mbrapa tij, ndërsa rreth 14 minuta pas kryerjes së vrasjes i njëjti 14 minuta pas
vrasjes, I njëjti shkon në afërsi të ngjarjes duke qëndruar për pak kohë dhe largohet prej aty. Pandehuri Rilind Murati Pandehuri Rilind Murati në bazë të videoincizimeve të kamerave vërehet duke u larguar së bashku me dyshuarin përkatësisht Dimitri Rajhan Bela pas kryerjes së vrasjes. Pandehuri Vatan Shoka në bazë të videoincizime vërehet në shoqërinë e dy të pandehurëve, Rajhan Bela dhe Rilind Murati, të cilët në shoqëri të dy të pandehurëve, të miturit Rajhan Bela dhe të pandehurit Rilind Murati, të cilët para ndodhjes së rastit vërehen duke vëzhguar vendin e ngjarjes. I pandehuri Edmund Lika duke vëzhguar vendin e ngjarjes. I pandehuri Edmund Lika vërehet në shoqërinë e të pandehurve Shkëlqim Kuka, me të cilën e kishin përcjellë Rashteri Muhamet Lika, me të cilën e kishin përcjellë Rashteri Muhamet Lika. Pas daljes nga stacioni policor, duke shkuar në drejtim të banesës së tij, ku pasi që viktima Muhammed ka lënë dy të pandehurit të cilët kanë qenë me veturën Opel, pranë dy të pandehurve të cilët kanë qenë me veturën Opel, I pandehuri Edmund del nga vetura Opel, prunë e të pandehurit Shkëlqim dhe vazhdon me veturën e tij Golf 2 dhe vazhdon me veturën e tij Golf 2 në drejtim të vendit të kryerjes së aktit të vrasjes. I pandehuri Shkëlqim Kuka së bashku me dyshuarin Edmund Lika me veturën e tij Opel Astra, të cilën e kishin parkuar në afërsi të stacionit policor. Është e lehtë veturën e tonë si po dhe? Po. Vetëm telefon. Se i dy automjete të apojnë platinë. Dhe qësoj që në një 39 po ka? Asta në ashtu. Urna. Të cilën e kishin parkuar në afërsi të stacionit policor. Dhe në momentin që viktima del nga stacioni policor dhe shkon në drejtim të banesës së tij, I pandehuri Shkëlqim vazhdon me veturën e tij Opel Astra
në drejtim me veturin e tij ose pellostër në drejtim të kryerjes së veprës penale. Pandehuri Roman Goshi nga zbatimi i mosave të veçanta hetimore është vërtetuar se që nga data 0204-2025 e tutje përmes telefonit ka kontaktuar me të pandehurin Haki Bela dhe nga përgjimet vërtetohet fakti se ka strehuar prej si ofruar ndihmë në ushqim dhe gjëra tjera të miturit për të miturin Rejhan Bela. Nga të gjitha këto të lartcetura vërtetohet fakti se të pandehurit në bashkëkryerje duke planifikuar presje, përcjell lëvizjen e të ndjerit Rashter Muhamet Hika pikërisht me datë 01/04/2025 rreth orës 23 në ndërtesën e tij ku ka jetuar në rrugën Idris Seteri përkatësisht në mesin e shkallëve mes katit të 2 dhe të 3 e shkallëve mes katit të 2 dhe të 3 nga i mituri Rejhan Bela i cili ka kryer vrasjen dhe është ndihmuar nga të pandehurit të lartcetur. Se të pandehurit në bashkëkryer kanë kryer veprën penale përveç videoincizimeve, fotografive, rrjedhjes së ngjarjes në shqyrtimet gjyqësore do të vërtetohet edhe nga deklarimet e dëshmitarëve, të cilët prokuroria i ka propozuar që të dëgjohen nga shqyrtimeve gjyqësore, konkretisht dëshmitarit Nehat Lika, Sadedin Laçi, Pajazit Elezi, Armen Roka, Driton Dardishta, Adriatik Nishi, Ekzën Tusha, Ushtrim Balozhi, Elmedin Roka dhe Gjelal Çak. Gjatë seancave gjyqësore në vazhdim nga provat materiale të cilat do të prezantohen
do të provohet dhe do të vërtetohet gjendja faktike sikurse në dispozitiv të akuzatusës. Dhe atë, se tani ndjeri Muhamet Pika nga plogët e mora, nga orma e zjarrit, ka ndëruar jetë dhe këtë e vërteton raporti autopsisë nga dosja e paraqitur në shkresat e lëndës. Po ashtu, Këtë e vërteton raporti i autopsisë paraqitur nga në shkresat e lëndës. Po ashtu, provë tjetër materialit se ndjeri Muhamet Pika ka ndëru jetë nga të shtënat me anë zjarrin, e vërtetojnë fotografit të cilat gjendën shkresat lëndës, predhat me të cilat e kanë goditur tani të ndjerin, dhe të gjitha specifikat tjera të përshkruara në fotoalbum. Po ashtu provë tjetër materiale, nëse keni përën përfundore me shkrem, pa ma më dorëzoni, ose ka më shkak të shëndizimit të kohës. Nëse e ki me shkrem, e mbetën, nuk e kam se kam pjesë ku unë vetëm të më thëmë e kam kaluar pjesë të caktuar, është që s'po mundë, po besoj që po më arrin pak më shkruajtës. Po ashtu prova tjera materiale janë, se e shpicegi më shkruajtës janë, raporti ekspertimit, nga Drejtoria e Teknikës Kriminalistike, Njësia e Forenzikës, raporti i vëzhgimit lidhur me zbatimin e mosave të fshehta, dhe të gjitha raportet përkatësisht aktet përcjellëse me të gjitha shkresat e lëndës. Duke i vlerësuar të gjitha këto prova personale dhe materiale, të siguruara, të cilat edhe do të paraqiten dhe administrohen gjatë shqyrtimeve gjyqësore në vazhdim, konsiderojmë se në veprimet e të pandehurve, nga të gjitha provat e lartëcekura të propozuara për të administruar, pa më dyshe do të vërtetohet dyshimi bazuar se të pandehurit kanë kryer veprat penale, sikurse në dispozitivat e akta punës. Faleminderit. Faleminderit.